Zhvillimet politike në kuptimin e politikave ditore janë shumë intensive kohëve të fundit, zgjedhja e presidentit dhe gjitha zhvillimet tjera përcjellëse. Po, temat dhe çështjet që kanë bëjnë me përditshmërinë e qytetarëve, njëra prej tyre energjia elektrike, na ka lënë para syve me shpejtësinë e vetë energjisë, domethënë me shpejtësi që edhe s'muj me vrejt, na shtrejtohen faturat vit mas viti, del Ministrja e Energjisë në kuvende dhe thotë që këtë vit kemi pështu se s'po shtrejtohet energjia elektrike dhe na shet si lloj kompromisi apo si lloj favori të madh që këtë vit s'po shtrejtohet energjia elektrike. Në ndërkohë, për me folë për energjinë elektrike, duhet një trajtim më ndryshe, duke e shtruar çështjen prej bazës, fillimit ose gjenezës, dhe duke folë për secilin hall të këtij zinxhiri, të këtij sistemi mbrana vendit tonë. Për me folë për këtë çështje, së fundmi, Visar Azemi, po edhe në të kaluamën, ka marrë shumë vëmendje, sidomos me çështjen e njësorëve, ama kjo ishte veç ajo që ndoshta mundet me u quajtur si maja icebergut, edhe po shpresoj që sot Visar mundna me trajtu më ndryshe çështjen e energjisë elektrike dhe sistemit energjetik në Kosovë. Faleminderit që ke gjetë kohë me ardhur. Faleminderit për ftesën, Devran. Kënaqësi gjithmonë. Sar, e nisa me këto të fundit, edhe të mundu ndoshta mbi bu karshillëk këtyre çështjeve madhore, se po duket që në esencë nuk janë shumë madhore, janë veç një lloj mjegulline që shpërndahet për me ikë prej temave konkrete, si që është ajo energjisë elektrike. Kjo puna e njësorëve ndoshta është veç si lloj shkasi për me nis bisedën e me mbrit tek qëllimet dhe shkaqe tjera, duhet me hulumtu shumë a shumë besoj në sferës. Çfarë po ndodh me energjinë? Më pëlqeve në fakt që nise këtë diskutim se e vërtet është që për çdo ditë qytetarët i kena lodhur me tema kush po bëhet president, apo shkojmë zgjedhje, pse s'po merren vesh partitë politike, gjithçka që praktikisht nuk e ka trajtuar në rend par hallin e tyre si qytetar në asnjë formë. E njëra prej temave që me drejt mund ta quajmë edhe si skandali më i madh i këtyre viteve të fundit, ish ky i njësorëve të energjisë elektrike. Pra qysh njësorët po masin gabimisht ose keq ose jashtëligjshëm në fakturimin e energjisë elektrike që po ju bëhet qytetarëve. Pra i gjithë ky problem për mua filloi me 2-3 ankesa të vogla për qytetarëve që më thanë, i kena vrejt njësorët, ora nuk po përkon diçka, po më duket që është një farë telashi që duhet me trajtu. Sa ishin ato diferencat në fillim Visar? Edhe nisa, po diferencat në fillim kanë qenë... Se ki problemet u drejtu me emën. Jo, absolutisht. Diferencat kanë qenë dikun 1 orë, 2 orë. Qashtu i kem vrejt në fillim dhe mu duk një farë anomalie, nuk mu duk e diçka në rregull, posaçërisht kur e bëjsha krahasimin ose marrsha referencën e kohës kur ata njësorë masin keq. Sepse tu e ditë, na në familjet tona, apo edhe në shtëpinë tonë, Devran, e kem rujt i qysh kohën prej 10-ve gjatë mujve të dimrit e 11-ve gjatë mujve të verës, kur energjia është me të lirë, edhe është përgjysmë me të lirë, na me lshu makinat e enve, makinat e teshave, bojlerin, ngrojen e kuta dion që me shfrytzu energjinë sa ma lirë që mojna. Dhe kur e pash që këta njësorë po masin keq, pra jo në orën 10, se kur e kem zbulu si skandal kanë qenë mujtë ftoft, mujtë të dimrit, jo në orën 10, pa ata fillojshin me matë mas 2 ore, mas 3 ore. Dhe nisa e bona një hulumtim bashkë me disa kolegë prej Zyrës aty dhe thamë, hajde të shohim këtë skandal qysh po na shpërfaqet. Dhe në Ferizaj dhe në Prishtinë e morëm një mostër prej 884 njësorëve. Nga kjo mostër, neve na dul që 87% e kësaj mostre... 87%? Po, 87% e kësaj mostre kanë defekte në madje. Dhe me tonë drejten, ndash statistikisht, ndash qysh do që e analizon, kjo nuk t'jep në i farë indikacionit që është gabim teknik, sepse mostra është shumë e madhe. Edhe ngrita mandej si çështje, e alarmova, shkova në KEC për me, sepse pas reagimeve të mia që majta një konferencë për shtyp, KEC-i doli dhe tha, jo, këto nuk janë të vërteta, si gjithmonë, matjet janë sakta, ku ta dijon, dhe shkova m'ja dorëzu mostrat e mia.
me fotografi, që i kem matë, sepse fotografimet i kem bo, e kem marrë një telefon, te njësori i kem fotografu dyja që me pa diferencën ko. Nuk na pritën hezën ta, kem tentova, shkova me një zyre poshtë të arkivës, më thanë qaj atje, qaj aty, më sillën një gjysore, edhe realisht askush nuk i pranoj. Unë ja lash një punëtore aty, thash që këto i kom pru për me jo dhonë menaxhmentit, me qenë se menaxhmentit s'po më takon. Ajo gruaja nuk doj ke me i pranu, si dosi se ku e di u frigu pak, tha po shkoj pe pys dikon lartë, po unë i lash aty edhe ma nuk u kthyja sa jo, unë vazhdova punët mia. E çuditshme, pastaj reagova edhe në zyrën rregullatorit të energjisë, pas disa presioneve aty te dera, na e hapën derën dikur, na pranun, u zotun që kanë me i nejt ka shik kësaj çështje, por problemi nuk ka përfundu, sepse pastaj qa kem pana edhe keci, pastaj u vu në aksion edhe Ministria e Industrisë dhe Tregtisë, që thanë se këta kriju një farë trupe, ku ta dijon që me i verifiku këta njësor, a janë rregull, as janë rregull. E mohojshin me një farë forme këtë pretendimin tim, po tregojshin që ka mos përputhje në matje të kohës dhe rrjedhimisht të fakturimit. Pra, dy palët, thëshin këto nuk janë të vërteta, po kena vret diferenca kohore. Ndo që ministria nuk e di a ka diskrecion me vendos, nështë edhe ka me vendos gjoba, nuk e di çka është një lloj arsyetimi që vendosin gjoba e para pse ka në domenin e Ministrisë Industrisë? Dëgjom, e jo të energjetikës? Sepse Ministria e Industrisë e ka një agjencion për mrena, që është agjencioni i meteorologjisë, sepse dytve të fundit i kam hasë dhe disa njerëz që e kanë ngatru, po e quajnë meteorologjisë, nuk është meteorologji, gjithçka që ka matet. Apo kupton? Është agjencion, është rregullator me një farë forme, i cili i bën kalibrimet, i bën certifikimet, i bën matjet të herpashershme, po nuk e bën vetëm për njësort elektrik. E bën edhe për pompat e derivateve. Pra ku shkon me mush naftë. Me këshyra e ki 1 litër. Kur ta qet 1 litër aty, ta që e ke ma 1 litër, me këqyr në kanta e ki 1 litër, ose në rezervar. Këto matje do të më bo. Nuk ka veç me metër, po ka edhe me shkon me litër, mat tekstil ku shitet. Okay. Apo kupton se do vonë tekstilin e kanë mat me metër kështu, ka mundësi që ato metra mund me qenë edhe të manipulueshme. Te shet që është 1 metër, por realisht mund me kanë më e vogël se 1 metër. Pra gjithçka, çka matet në Kosovë, është një agjencion mana ministrisë. Është agjencioni meteorologjisë për brenda E tash ku ka defekti aty, defekti ka qenë që ai agjencion e kish pas veç një njerin. Edhe me një njerin, normalisht nuk mundesh mi dal në krye krejt Kosovës. Në shtave çaj ka ditë me mat. E dyta, domethënë çaj laborator do të me ka një licencum, i akreditum, se është laborator i cili mat gjithçka, edhe arin, dukatin e për argjentari e gjithçka. Dhe kur e ngritëm na këtë çështje thëshin jo, s'ka nevojë se na jena shtetëror, m'fal. Nëse duhet më të njoftë, duhet më u akredituar, edhe Universiteti i Prishtinës është i shtetit, po duhet më licencue, më u akreditue, më shku në për do filtra ku ta diun. Dhe për më tepër ata e kishin pranuar para disa viteve që jo nuk ke mujt më u akreditue, nuk kena licencuar akoma ku ta diun dhe prap ka vazhdu. Në 2024, nëse s'gaboj, këta kishin ble pajisje në vlerë prej 370.000 euro për një laborator të tillë. Pro pajisit kanë ekzistu, njerëz nuk kanë pas, nuk janë vënë në funksion asnjëherë. Dhe këta kishin prit që tash njerëz kanë me shku qytetarët te dera mi u kërsit, mi thonë ej, saatën e kam keq, heni këqyrne. Po asnjë veprim proaktiv nuk e kanë marrë. Do ti si shtet, normalisht që duhet me u kujdes, ti nuk mundesh me lënë kecin me manipulu me njësor elektrik, edhe ti me prit kur qytetarit pi bjen në mend që te ti në ministri, ka një agjencion i meteorologjisë, mu qu me ardhë aty, me kërsit dera, me thonë, ej, që kjo është keq. Kjo është skandal. Dhe me një emision televiziv, pastaj ma dërgu një këshilltar të tyre, dhe më thanë, po na i kena vrejt këto, dhe ministria dul me qëndrime, i kena vrejt këto defekte, po nuk janë defekte që e tregojnë se sasia është keq, po koha po. Pra, unë energjin me të lirë kom prej orës 10 dibran, jo prej orës 2 mëngjesit e 4 mëngjesit, kur sahati kecit kalzën që oba ora 10.
unë me vendim të zyrës rregullatorit të energjisë, kam energjinë me të lirë prej 10 gjatë dimrit, prej 11 gjatë verës. Çatëherë unë organizona me nej 2-3 orë mi prit makinat e bojlerit me kry punët e tyne, edhe me vazhdu jetën, nuk me pritën dytë mëngjesit. Se pat e nishan edhe të argumente që besoj janë nxitse, me thonë, ma shumë prej kecit e keskës, që kjo nuk i ka dëmtu qytetarët edhe nëse ka ndodhë, se po i bjen që faturimi i shtrejt ose se faturimi i lirë tash në mëngjes ka fillu se ka lëviz ora në qatë kur e ki përdor të energjinë mas shumë ti. Kur e ki përdor energjinë mas shumë ti, e ki përdor në mëngjes, a kur i ki la teshat e endë mramje. Edhe kjo nuk është vetë çështje që keci ma ka dhënë mu energjinë me të lira, po kupton? Kjo është çështje që shteti mu ma garanton këtë sen. Vendimi i zyrës rregullatorit ma garanton. Apo kuptoni? Por nuk është çështje kur keci do me ta dhënë ty energjinë me të lirë. Unë nuk ju adaptona orarit të kecit. Unë e kam me vendim të zyrës rregullatorit, që është organ shtetënor, më kallëzon kur është energjia me të lirë, edhe sa është me të lirë. Edhe çat herë unë e përdori që është unë du. Po ato kanë qenë manipulime, ato domethënë veç e rëndojshin gjendjen edhe më tepër. Po vërtet, madje që ka pas, më falë që ndërpreva, ka pas një kampanjë shtu vëdisuese qoja, se për me balancu konsumin gjatë ditës, ajo ndodhë dhe kjo tarifa, blok tarifa me shtrejt e me të lirë, ka pas një kampanjë ku gjatë përhapun që duhet me përdor në mramje. Edhe unë personalisht e bëj, domethënë çato makinën e të lamjes edhe çka do të anëve, këto krejt mas 10-ve, mas 11-ve në mramje ilshoj, kështu që kjo po del tash shumë manipulative. Kjo po del që na jena lajthit me një farforme. Pra, krejt thirrjet e kampanjës së kursimit të energjisë, prej kryeministrit, ministrës së ekonomisë, e gjitha dikastereve tjera që kanë bërë thirrje me e rujt energjinë, mos me përdor gjatë ditës dhe në orët e hershme të mramjes, por pas orës 10, po del që pas me prit gabimisht. Pra njerëz kanë ajt Ramazani ke frik dejnë syfër mi prit mi la ende, ato ka 2-3 maqina mi lshu. Domethënë nuk ka. E tash çka ka këtu problem? Është problemi financiar, sepse njerëzit janë dëmtuar, apo flasim për miliona euro të manipulume. Dibran, janë 700.000 njësor. Po që ato dhe shamet vete, është kjo lëndë për prokurori tash? Unë e kom dërzu lëndën prokurori. Prokuroria ka nisë mi sekuestru disa njësor. Po në anën tjetër, keci bashkë me ministrinë kanë vazhdu me i hek njësor, me i zëvendësu me njësor 3, që përbën fshehje të provave. Pra, nëse ti nuk e ke hetu këtë gabim, ty ka orë keci ta ka ndru njësorin ta ka zëvendësu me një 3, madje të Kinës, që për mu ka prap dyshime nëse ato kanë me matë mirë, ta kanë qitë një njësor 3, edhe ti nuk e din matë që ka ndodhë me njësorin tënë ma herët. Ska kurfar historiku. Për ato unë kom kërku edhe prej drejtorisë së krimeve ekonomike, që me i marrë këta njësor, me i qu në laborator të pavarur, me i bo matje forenzike, me kallëzu ky njësor që sa ashtu mat gabimisht, në periudat kohore kur ka qenë diferenca kohore, sa ka mat energji sasi, që me përkthy në vlerë monetare. Sepse qëta qytetar do të mi kompenzu, do të mi au kthy pare, që i keni vjedh. Po flasim për 700.000 njësor në teritorin e Republikës Kosovës. Nëse nga 1 cent në dit ju vidhet qytetarve, po flasim për 7.000 euro në dit. Hajni, për 30 dit, jënë 210.000 euro në muj. E për një vet i bjen dikun 2.5 milion euro gati. Asat janë vogla që veç 1 cent, ati më të Po, vjedhë, që po flas. Me reduktu, po doket se mi a lecu paketset. Po 1 cent ti nuk e di, a është faktura jote në mujt, mandej për 30 cent ma shumë ose ma pak. 1 cent ke 7.000 euro në dit. Në dit. Për 700.000 njësor. Nëse bëhet 10 cent të 70.000 euro në dit. Kështu që domi kështu e madhe. Qa ka me të prokuroria? Prokuroria tash disa njësor më kanë thonë që i kanë sekuestru. Po presim edhe ata me dalë me na njoftu tash ka pëndodhë, sepse qëllimi kryesor është të mjaftu i paret njerëzve që ja kanë vjedhë. Po unë qka e vrejta një super
skandal tjetër që është shumë serioz, ministria që po i merr tash ta njësor, po i shtin në laboratorin e tyne, po i bën ato far kalkulimet e tyne, edhe po e nxjerr një raport. Qatë raport pja qënë Keskos. Mi thonë që ky njësor ku 2 orë mrapa dhe po e matë energjinë 2 orë ma vonë kur është me tirën me shtajtën. Edhe pi thot Keskos merret i qëtë raport, analizohe, edhe tregona sa pare dush mja kthyti qytetarit për qëtë vjedhje që ja ki bo. Paramenoni pra, qaj që t'ka vjedh, kimi quti një raport, edhe mi thonë, hajtë kalzona tash ti, sa e ki vjedh qytetarin e Kosovës, edhe këtheja qëtë pare. Në men që me bo shteti këtë sen, në men që me bo laboratorët e pavorën, në men që me bo dikur që është i pavorën, jo mja qua ti që t'ka vjedh, dhe mi thonë, hajtë tash kalzona sa ke vjedh. No. Pro mrapsht, o ka shkon gjithë shka. Ka mundësi që dorëzëreja me pas një rol ma efektiv këtu se? Presionin zbën me nol. Unë prita që ti po qosh në protest burse. Ja, s'ka ma torte. Kur po del në protest, ti ishe ka një jashtë krejt edhe ja, unë po të angazhime tjera ma të rëndësishme. Dëgjam, përbes betona që nuk ka gja ma të rëndësishme, se sa që kjo kauz, më shëndru në një kauz komtare, edhe ai që ka bo keqe që ka vjedh me u denu, e qytetarëve që ju kanë vjedh paret, mi ja këthy paret centëm. Apo kuptoni, nuk më shefët kjo farpune me një 30.000 euro job që ja kanë lëshu kecit ministria. Është 30.000. Apo kupton, se janë 30.000 euro në funditës. Ai po e centat, 1 cent. 1 cent dit. 30 cent dit dibran, nuk, apo kupton, a është faktura jote 207.30 ose 207.60, ti nuk e vrejnë. Pro 30 cent dit ka 1 cent, 30 cent në mujt ka 1 cent dit, është ka gjë pare, i kalzova merët. Problemi tjetër, njësorët njerëzve janë kanë vënu në majet e shtyllës, është e kundërlehtëshme. Pra ti si konsumator që duhesh me matë energjin, duhesh me pas drejt me lexu. Po duhesh me njësorin pa tënë, duhesh me pa vetë sa jetë o shpenzu. Se këtu ka muj për shembull ta bje fakturën 00. Tani tjetrin ta grumbullon. Muj tjetër ta bën 2 fish. E që ajo hynë edhe në blok tarif, se kalon tani atë liqë, më thonë atë pragun që e pa të në vendos 800 po. Pro ty, do më thonë, fakturat vjen ma e madhe për shkak të blok tarifës, nëse delin 800 kalkulohet veç, po mbi 800. Po tash ty kur po ta bjen 0 këtë muj, e 2 fish mujin tjetër, për 5 është ka gjë problem. Në vishë po tani pyetje teknike visar, që nështë edhe shikus me pas të qartë. Që të orë, njësor, a janë digitale këtë njësor, a janë digital? Se adin që a kom në halin edhe pyetjen që është ndodhë të shpesher me gjithë arsyetime, si dhe mos për këta përshit e mdhenjë, që është keci e kesko, që dia egzistene e mundësia që ata me thonë për shkak të ndrimit të orës, ka ndodhë veç një lloj avarie dhe gabimi teknike dhe kjo tashmë është sanu. Veç po ja fusë së dhe në kotë se nuk e di a mbrin të situatë, nëse s'është sinkronizu ora mastrimit të orës edhe ka met edhe pse kjo pështire besushme. Në dëgjom mas pari, orë të vjetra janë dikun rreth 30% të qytetëve 700.000, që janë ashtu me atë që kërkën që cilët, me atë diskun. Pjesa tjetër janë orë digitale që janë ndërru. Te këto orë digitale janë disa orë që i kanë vendosur në majtë shtyllës që i masin prej distancës, pra kanë një SIM kartel edhe mataj prej qendrës atje. Po mak që kisha dasht me ditë që ato janë në defekt, se nëse që ajo është defekt, atë defekt ata kanë mujtë me regullu prej distancës. Nëse e ki sistemin me lëshu fakturën, kjo e po në halo ma problem, po nuk jem të mujtë me mri që aty mi pa qëta njësor. Se kjo është super skandal pastaj. Dhe qëtë dukuri që na e kena vrejtë, që po mënuar me mshef, ose me pashit, ose me zbut, edhe ministria dhe qeveria, unë menoj që këtu spaku drejtoria krimeve ekonomike që kom besim të ta, ishtë dasht me reagu dhe me një setimet e mirëfillta mënyrë që me zbarë këtë rast. Apo këtëni, nuk është problem teknik që kanë qujtë ta që do të me u kalu që ashtu që shpëthu të ajtë se
Kur të vjen njësori elektrik, se këta i blen këta njësor elektrik, i certifikon Ministria e Industrisë. Këta njësor, ata kanë mi marrë disa mostra se s'munën me i shtin laborator të gjithë. Kanë mi testu disa mostra dhe me thonë, okej, në rregull, në kohën e kanë sakt. Unë dyshoj që një prodhues serioz e lëshon njësorin elektrik në treg pa e kalibruar vetë njëherë. Pa e qitë 0-0. S'ka mundësi. Sepse po flasim për ka pas kollere, iska, ku ta di. Për këta të Kinës nuk e di. Për këta të Kinës unë kam dyshimet e mia, po me këta kam u marrë tash në ditët në vazhdim. Pastaj këto lëvizje që ka ndodhur se këta po thonë jo kur të nalet rryma, jo bateria e ka lëshu, jo çapo di unë. Pse s'pelshon aty mi mat kilovat, po ta çon në qorën. Po. Bateria do të më funksionu si për orë, si për atë tjetrën. Saktë, më në një pajisje është. Është një pajisje, po pse s'po më lëshon mu po më fshi kilovat. Me më dal 0-0, mos me ditë ai sa me ma fakturu, po thot ora valla tu ka fshi. Pra është skandali i mendum, është i paramenum edhe është bukur serios. E thash, sarë në fillim që duket që është maja i Zbjergut, po ka njëherë s'po di, nështë edhe dëshpërimisht, ose e përmena dhe punën e protestave dhe po duket që nuk ka ndonjë mobilizimit madh, nështë edhe për faktin që kanë nisë së fundmi, si me thonë, shumë me ndodhë me pas kësile skandale, edhe mos me pas reagim, sepse ka pas shumë komente, opinione, edhe për sistemin energetik, edhe propaganda në përgjithësi, edhe nuk dihet çka ndodh saktësisht më thonë në sistemit. Për me besoj kemi mundësi edhe kohë, tash me kushtu do minuta, hallkave të sistemit, u nis pe kekut te kosti, domethënë keku që prodhon, kosti që e bën transmisionin, ketësi që e bën distribuimin në energjisë dhe kesko që e faturon. Edhe nëse këto katërta të rrinë, me thonë, mana hallkës, zërëja është dash me konë përmi duke i monitoru këto, edhe duke i caktu tarifat e çka do që ata kanë ndërmarrë. Kur protestum na vitin e kalum, në kërkesa ishte për rritje 15%. Edhe na ishim të kundërshtu 15% ishin rritje kështu. Ata nuk e bunën 15%, në rritjen e bunën 16.1. Edhe çaq jo pse na jemi një të pafuqishëm, po besoj që ata janë të uni të plot fuqishëm, edhe s'po i intereson më kur heq. E po është ministra dol në kuvent tha, boll ta keni prit që edhe këtë vit, a din se boll 4 herë, domethënë që u shtrajtu para 4 vite, 5 vite para prake, tha boll keni prit edhe këtë vit që shtrajtohet, po ja që nuk u shtrajtohet, na shiti si favor. Më thon, çan do me sistemin e përgjithësi. Ka dallavere që ata s'pe kallzojnë. Cila është? Unë po e pres tash një dokument zyrtar, po këtu a di ç'është ndodhur, këtu kekut i kanë thonë, ti kimi ashit rrymën keskos, po s'ki me marr parë si vjet. Edhe ashtu tarifa u konja 29 euro për megavata, kështu diçka këtë. Do me thonë, ti ki me shit para me në ndërmarrjes tone publike, që është e demolume kështu. E ç'është funksionon, tani duhet me subvencionu qeveria kekun, apo ata s'mund me funksionu pa kanë me ardhon një 5 milion euro interes vitin tjetër. Po pikërisht është problemi se këta për menal, shtrejtimin e rrymës. Po thu për menal shtrejtimin, e i kanë premtu ketësit që keskos që e marrin energjin pe kekut, edhe se paguajnë këtë vit, po kanë me bë vitin tjetër dhe vitin pastaj. A ekziston një lloj zotimi kështu që mundet mu dokumentu? Raporti i zërrejës e ka paraqit. Ky tani ku ka mega skandal. E tash këto pe pres një dokument zyrtar me marr, sepse kam kërkuar çastin dokumente publike. E tash shoh. Se çat 5 milionë që kemi marrë interes, ty kom ta shtin tarif. Ty kom të rrit tarifa, plus edhe për 5 milion. Çato që se ki s'tu ka rrit si vjet, kom të rrit për vitin tjetër apet, domethënë kom të rrit 2 herë, 2 fish, plus edhe 5 milion euro tjera. Po munduam me visarve që janë nisë pe... Ajde ku është problemi? Jo, më nësha dhe për qytetarët edhe me pas ata një pasqyrë
çka ndodh, se me siguri muj me bo një lloj konkluze në fund. Po e nisëm me kekun si prodhues. Keku e prodhon energjinë dhe e shet komplet energjinë. Çka ndodh? Domethënë këta i deklarojnë disa kapacitete që mundën me gjeneru, si me thonë mana ditës, mana 24 orëshit, ja raportojnë ose ja kërkën kesko sa e kanë qatë kapacitet. Kemi bën nominimet, këtu me gjuhën profesionale, kemi thonë unë nesër i prodhoj që ka megavator. Okay, nëse sun e mrinë për shembull, sa është ajo 800, sa është kapaciteti? 900 është maksimumi, mes 800 me 900, po çka ndodh? Nëse ti si prodhon, na i kemi dy opsione. Importi ose metanol rrymën. Importi në rastin kur ti si ndërmarrje publike e nominon për shembull 800 MWh për nesër. Të ndodh një defekt në bloqe. Edhe po bjen kapaciteti në 500. Tash që 300 duhet me siguru keku. A është kjo e vetmja situatë kur keku importon rrymë? Ose se kjo ka lënë, si më thonë, përmes edhe regulatorit, mandej e pasqyrave. Po keku mundet me importu rrymë për nevojat veta, pra kur nuk mundet me realizu nominimet e saj, do të me importu qatë energji elektrike që na mos me tërhek energji prej rrjetit, sepse ajo tani shkakton të lashe në rrjetin e NCOI, se dikujna ja merr dika apo kupton është bukur problem. Qatë kontrat me të privatizimit kecit na nuk i kena po asnjëherë. Thuhet që aty është që kjo lloj tarife fikse 29 euro për megawatt. 29.5 është. 29.5. Domethënë për shkak se kapacitetet tona janë bukur të vjetra. Atë kontratë se kena marrë, kena protestuar, ti e di që unë kam protestuar, atëherë kam bë peticione, gjithçka. Në fund thëshin hajde këshyre ti, ne çiçin do dokumenta, si më thon, një stok dokumenta, këshyre gjene. Aty ishin kanë pas përfshi edhe këto hidrocentralet e vogla që ja kishin pas fal kecit e ku ta diun një skandale. Po kanë qenë jo transparente. Edhe këta që janë sot pushtet kanë protestuar bashkë me mu. Apo kupton? Po sot po i mbrojnë. Unë çtu po habitna. Kjo është shumë e habitshme. Sot po i mbrojnë, domethënë ti ki protestu, del ministri thotë që ato 300 milion euro që është dashta me kontratë, ato janë me tarifa, s'ko kanë me kontratë. Publikoj senet. Nëse ti sot je në qeveri, ki qasje në krejt dokumentacionet, del edhe kallëzo. Del edhe thuj çush është realiteti, mos më shefni. Unë delsha te keci, me protestu, e mjavë që dokumentat, dalë kja i farë, mefja, që shë ka emrin, thëj ke, pse këta të LDK-s e kanë privatizu e këta ashtu, nuk e mbroj ke qytetarin që po vjedhet, po e mbroj ke kecin, pse njoj LDK-s e pas ka njës këtë kauz, apo kupton? Që kjo po më habit ma tepër. Visar te keku, halo, ajo, pavarësisht ajo në kapacitetet e vjetra ajo, nëse si me thonë, ja përshqën qatë megawatt, aja faturon 29 euro. Ajo megawatt është megawatt si me kapacitetet vjetra si 3, edhe më thonë, ajo është që e sasi. Po, dy sene janë këtu besej që duhet mu trajtu. E para, a ndodh diçka, unë jam duke ulumtu, po duhet me prit një situatë të favërshme ku shihet çka është ndodh prej brana në kuptim të renovimeve në KEK. Thonë një lloj arsyetimi edhe disa dokumentacione mbështesin fuqishëm që renovimet edhe investimet në KEK bllokohen pe operatorëve të papërgjegjshëm, ose operatorët e papërgjegjshëm nuk mujnë me deliver, me thonë nuk mujnë me kry punën në kohë, mandej zvarritën, shkojnë përmes gjykatave, o SHP-ja që është një organ që na duhet më marrë këgja shumë seriozisht me këtë organ, edhe me pa kush mundet me gjetë lidhje, kush mundet me bloku tendere, kush mundet me bloku investime. Po kjo me të çështje që është dedikon në rregullume ose duhet me dalë sipërfaqe për me ditë çka jam të thonë. E dyta që është më e rëndësi, e di që edhe ty të kanë përfshi shpeshherë edhe ta qesin atë etiketën me që e marrë me energjinë elektrike dhe sistemin në përgjithësi, që ti vetë je kon njoni prej atyne që ki bloku investimin kapacitetit të reja. Dhe më thonë që kjo është tema nështë ma konkrete, që qeveria do të më përgjigj edhe
ata në që të kalumën e kanë pas një lloj hise në këto. Pse s'ka kapacitete të reja që i shtohen vendit për me prodhu energji elektrike? Kthejnë edhe te kjo pjesa që po ma bën pyetjen për mua se sa kom pas ndikim, nëse kom pas na pas ndikim për me blloku një investim 500 milionësh Termocentrale. të termocentralit, atëherë unë kokna ka njëri më i fuqishëm në Kosovë. Kosova ka nevojë për kapacitete të reja gjeneruese, pra Kosova A dhe B janë të vjetra. Ato duhet me u revitalizu, duhet me investu bukur shumë për me mujt me zgjatë edhe pak, po s'mundesh me zgjatë shumë, sidomos te Kosova A, jetë gjatësia 2 aty kanë kalu 40 vjet që janë jetë gjatësi të pranuar kështu ndërkombëtarisht për një termocentral, mas 40 viteve në vende normale evropiane botërore ato mshelen. Këta s'kan pranu centralin me gaz, që kanë përmend edhe ka ardhur si kërkesë e qeverisë amerikane me MCC-n atëherë. E kanë tallë, madje kanë thonë se ky gaz e qenë karose, nuk ka amerikane çapo diun. Edhe e kanë Prej ka pas me kalu ajo linja? Linja ka ardhur prej Aleksandropolis në Greqi. Po aty është terminali i gazit natyror amerikan dhe pastaj me kalu nëpër territorin e Maqedonisë Veriore edhe me hyrë në Kosovë. Problemi o kanë që qysh Kosova ka mri me refuzu një projekt ka strategjik, sepse qëllimi i Amerikës nuk ka qenë me na furnizu neve në Kosovë qëto me një central 500 MW. Qëllimi tyne ka qenë qysh gazi tyne me hyne për Kosovë e mu shpërnda në Ballkan. E Kosova me qenë nyje strategjike, partneri kryesor Amerikan. Dhe kena refuzu, paramenoni. Unë e maj men, në atë ko, 2020 nëse s'gaboj, shkova në departamentin Amerikan të shtetit, bile ka qenë pandemi, takime të dashke me i majtë në distanca, në për kafe, në për kështu, që mos me pas kontakt të afër. Nuk mujke me besu departamenti Amerikan i shtetit qysh Kosova e ka refuzu një projektil. Nuk mujshin me besu, Libran. Nuk kanë mujt me besu. Edhe sot, Kosovën e ke lanë të varur prej importeve, që kontrollohen e menaxhohen prej Vukamovicit. Kush ka refuzu këtë projekt? Qeveria e Republikës Kosovës në krye me zotin Kurti. Para kësaj, iniciativa ka qenë për kontër globale? Po, kontër globale. 2017-18? Po kthejna që aty, do më thonë unë kam... A dhim se visar do këtë tragjike, thash po ta thëmë më shlirë, edhe unë kom pas bindjen dyshimet e mia se aty u përfol për një lloj investimi që t'ia garantën fitimin kontër globalit për një sasi ose një lloj marzhe të fitimit vjetore, mujore, s'po di qysh, çfarë do qoftë. Ama kur kthehesh mrapa, na me mendu në qatë mungesë të kapaciteteve që i kemi gjeneruse për energji elektrike, veç çmimin e importit, sidomos 4-5 vitet e fundit që e kemi pagu, na vetë për faturave tona, i bjen që kontër globalin na tashmë 2 fisha, 3 fisha, s'po di as vetë, do të me kalkulu sa e kishim aspekti financiar ka qenë disaster me kontër globalin. Kjo ka qenë një prej arsyeve pse unë kam kundërshtu. Se si kontrat ka qenë e keqe për Kosovën. Cilat kanë qenë detajet? Mbi 80 euro megavati i energjisë që u dashke me ble prej konturit, te e prodhojshe 729.5. Çmimi në tregjet e energjisë elektrike ka qenë dukshëm më i ulët. Tash, dëgjojmë, sot ka luftë, po nesër mundet mos me pas luftë. Tash paramendo ti, mas 2 viteve... 80 u konë fikse për... Fikse. Për sa vite? Për një periudhë konsiderueshme, tash nuk i di detajet e kontratës. Paramendo mas 2 vite përfundon lufta. Dhe çmimit e energjisë elektrike mund me ranë në treg. Çka mi bëu aty termocentrali aty për shembull me një kosto kast madhe. Malirët e ki me ble, ndoshta jashtë se sa me ble prej Kosovës, por që ato nuk ka qenë mendu me mirë. Për atë kohë, edhe sot me kanë rrethonat e njëjta, unë sot njëjtë kisha vepru. Jo, kur gjë ndryshe prej asaj çka kam vepru. Sa ka pas kapacitet? Dikon te 500 MW. Unë çka kam thonë në atë kohë edhe them edhe sot, sektori energjetik duhet me u diversifiku. Na mi 90% e prodhojmë hala me linjet, ofër 90%. A e pa që ndodhi në Prishtinë para 2-3 vite? Unë alën elektrofiltrat, u helmu krejt Prishtina. Krejt aj tëmi obilicit në Prishtinë në Lipjan shkoj. Bilodën Ferizaj. Pro, energjia me gaz është për gjys ma e dëmshme në kuptimin ambiental dhe shëndetësor se sa
energjia me qymer. Dhe po, na nuk po thojmë që do të mi mshel kapacitetet tona, do të mi revitalizu ato, do të mi kthy në punë, mi arrit eficiencën, me përdor linitin ton, por me shtu kapacitetet reja prej burimeve të reja energjetike. Se deri sot s'ka ndodhur, në 5 vitet e fundit janë importu energji elektrike 1 miliard euro. 2 centrale. 2 centrale me gaz na I kena importu energji për 5 vjet e fundit. Diversifikimi du të me ndodh. Kjo është sikur mi pasti 100.000 euro debran, edhe mi qu me një bank. Ndodh diçka me qatë bank, shkoj 100.000 euro. Kur I qënë ka 20.000 euro, mund është paka shumë edhe sigurin tane me e regullu, pro sektori energjisë nuk është veç siguri energjetike, por është edhe siguri kombëtare. Ti sot po varesh prej Vukamovicit ta ka shtrejtu transportin e energjisë 700 euro megavatin. Para menoni. E ki blenë me 150, veç me pru energjin dhe në Kosovë, ka kushtu 700 euro. Se ka mund. Që u konë një nga përgjetjeve mas skandalose, se më thonë edhe një që një gazetar cili Agon Sinana e ka nxjerrë në sipërfaqe përmes të në raporteve të auditimit edhe mënyrës se si është bërë transporti, aty e kanë brejt që për shembull në njërin për rasteve më eklatante për 1 euro a 2, si më thonë, nuk e di sa a u ble në qatë shumë, po për me thjeshtu I ka ra që 800% është pagu ma shtrejt transporti se sa që është ble megavati. Edhe këto raporte kanë kalu kështu parasyve të ZRE-s goxha lehtë. Jo, ata I kanë mshef realisht, se nuk mund është ti, do më kur e gjenë edhe qëtë në raport auditime, gjana, ti dikush e ka ditë mrena. Po, visa në shtapej keku që ai këtu për se cilën hall të sistemit mund të kanë një emision më bo edhe unë kam edhe problemi tjetër sepse në ka qenë Nagib Krasniqi, në koste kanë qu njerat e vetarin, tash e kanë qu një djalë tjetër që është I tyne, pra I kanë privatizu më një farformi institucionet ma kredibile të sektorit energjisë. Para mënoni kostin e kanë degradu, kostin e kanë shti me marë kredi për mi pagu borxhet e veriut. E kanë degradu sistemin komplet. Kusht është halka e dytë, është ndërmarrje publike, po ashtu e bën transmisione, apo. Edhe këta qeveria ka pas një lloj pretendimi, nuk e di tash sa është I saktë që kushti në fakt ka gjeneru shumë të hyra dhe përfitime se sa për gjatë kohëve të kalume. Po cili është që më thonë roli konkret I kostit në sistem. Kosti është operatori I sistemit të transmisionit dhe tregut, pra krejt tregtia energjisë elektrike duhet me kalu në për autostradat energjetike të kostit. Transmisioni deri te keci që shkon prej linjave të kostit shkon te keci, pastaj keci e bën distribuimin në terren. Pra shitblerjet e energjisë elektrike prap do të me kalu dhe kosti ka një pjesë të fitimit edhe aty. Sepse ti kur e blen energjinë jashtë, kemi pagu linjat e jashtme ndërkombëtare, tani në Kosovë kemi pagu linjën e kostit. Duket që kosti është edhe I pjesë e një lloj, që më thonë, rrjeti evropian të NCOI, pithon nuk shto anglisht. NCOI është rrjeti evropian I transmisionit. Okej, nëse je janë të arsumra në një rrjeti, që më thonë, evropian që I ka do standarde, I ka do kritere në mënyrën që është I tregton, atëherë I bjen që kosti nuk mundet me bo dallavere shumë të mëdha pa u vrejt pe kësaj. Përveç kësaj, thonë, sipas teje ose edhe për shikus të me thjeshtu, kosti edhe këto autostradat që lidhen me venet fshinje I menaxhon në një farforme. Po, kosti, antarësimi kostit në NCOE ka pas përfitimet mëdha për Kosovën sepse ty kanë njoft kufit energjetik më do më thënë të kufiri I shtetit tonë. Pra, ka qenë një prej arritjeve më të mëdha të kostit ose të sektorit energjetik të Republikës Kosovës. Qa ka ndodhë mandej, që të keq menaxhimet, sepse ata menaxherat e mirë që kanë udhëheq kostin deri te këto antarësime, për shkak të presionit madh politik, u dasht me lanë, kanë lanë punën, kanë ikë me projekte tjetër këta I kanë qudo njerëz të tyne në kryt të kostit. Kosti ka rreziku seriozisht
tërheqjen e licencës dhe njohjes së kufive nga NCOE për shkak të defekteve dhe këtyne avarive në sistem që i bëshin. Pra, për shkak të mungesës së nominimeve, u dashke kosti tërheqje energji prej rrjeteve ndërkombëtare, atje krijoj ke disbalans të energjisë, ju kujtohet kanë qenë do momente të frekuencave që u prishin frekuencat energjetike që ndikojshin drejt për drejt e orët në për stacionet të trenave ku ta diun, bëj keni disbalanci bukur të madh, kanë qenë për pak për me hup njohjen prej NCOE-s. Për shkak të keq menaxhimeve, për shkak të vendosjes së njerëzve të cilët nuk kanë qenë kompetent. Domethënë, njeri nuk i ka 2 vjet përvojë pune, sot ta menaxhon kostin. S'po dish më tonë në kuptimin e rrjetit, e transmisionit. Jo, këtu diçka, si më thon të paktën edhe si pyetje nëse shtrohet, duket se nuk përputhet me ato që ka qenë aludimi më i madh, si më thoni këtyre viteve të fundit që qeveria blen rrym. Për çdo 2 ndërmarrje publike, Keku pra kur nuk mundet me mbri nominimin, sado që është ajo faza, si më thonë, ose sasia e megavatëve që duhet me ble, kosti që e bën transmisionin, edhe që e merr, si më thonë, energjinë elektrike përmes këtyre autostradave që biçun edhe ti, se edhe avaritë që ndodhin në sistem është për shkak që rryma s'mundet mu konservua, e duhet me njëherë mu ngarkua, mu shkarku kudo që është mundësia. Po të 2 këto ndërmarrje publike nuk vendosin pe kujt me ble rrym. Domethënë, Kesko thot unë po du me ble prej filanit, edhe përmes asaj analogjisë autostradave, tash se këtu hilja ose elefanti në dhomë është Serbia, edhe ka ndodhur që ato lloj deklarata që nkon që na blejmë pe Vukamovicit, na blejmë rrym prej Serbisë, po rryma nuk ka nacionalitet, amo këtu po ka rëndësi kush e bën çat marrëveshje për tregtim të energjisë, që është Kesko apo jo? Regulatori duhet me mbikëqyrë secilin sen. Por nuk mund është ti Dibran me thonë unë e pebletash energjien në tregje, nëse është me kosto 50 euro, unë peblej prej Visarit me 60 euro. Sepse ty komë të shkrijt që ajo në tarif. Ti si regulator do të thonë, jo ka dalë, kush ka apliku qëtu? A janë krejt 3 me 60 euro, me 50 euro, e ti peblejnë me 60 euro për dikujna që ti pëdën. Zërëja nuk du të mi leju edhe ishdash me mbikëqyrë, sepse është organ regulativ i cili e bën rregullimin e tregut edhe të operatorëve ekonomik. Po ty për shembull problemin që po e thu nuk blen veç Keku, blen edhe Kesko, sepse Keku thot unë çka çmuj me ti siguru sot, pjesën tjetër ti dush me dal me ble. Na dimni se domethënë importojmë masë madhe. Tash për hir të realitetit edhe të korrekcisë, na dhe kur importojmë rrym, eksportojmë. Apo kupton? Se ti nuk i ki dimni ta nxojmë 1300 megawatt orë. Nuk i ki në secilën orë kërkesë çaq. Ty natën kur se përdorim energjinë elektrike na kena të pric. Ato ose kime me i çel ventilat e me hup, ose kime shit, ose ja fal dikujna. Po dush me shkarku për rjetit. E qëtër jetë merre, veç i pagun ato autostradat për me bajt energjinë, edhe merr pa pare. Po menaxhimi është problem. Qaj transakcionin vjeçar a ndodh me një kohë shumë të shkurt? Si më thonë, për sa mundet mu parashiku që ti konsumon ose rritet konsumi Mana orës apo ndodhë shumë shpejt, edhe ti se janë që dhe janë kande, mande. Day ahead, do më thonë një ditë për para, sot për nesër, ose i ki tani marrëveshje mujore, vjetore, që apo dion që ti dush mi përmbush. Po këto që ndodhin për ditë që mi janë day ahead, pra sot për nesër. Sot për nesër, ose këto rastet emergjente kur sot kollapson diçka, edhe ti i gjen tregtarët e energjisë elektrike, lajmërohesh, ti thu, unë i kam 200 megawatt orë që muj mi prodhu qëtash, edhe jes generatorin tënë, edhe i shtin rjetë, se ti nuk munësh mi shtin rjetë nëse sti lyp kërkush, se pra bën debalancë. Kosovës i ndodhi një problem, një defekt i madh, lajmërohen në tregje ndërkombëtare, thu Kosova pi lyp 500 megawatt orë qëtash për qëtash, ti e ki një generator me gaz, edhe jes për njëherë, edhe që ato munësh mi shtin funksion mrena orëve,
Qatë energji tani e merr ti. Okej, tash për me më me thjeshtu. Kur na kemi mungesë dhe nuk kemi mundësi me mbulu konsumin ditor, edhe duhet jemi të varur pe importit. Tash, unë mund të thipë amuj me thjeshtu. Nëse mund vy një shishe uj, ose 100 litra uj, edhe shkoj deri, se këtu është problemi thash Serbia, ose aludimet edhe pretendimet më të mëdha janë që kjo tregti bëhet përmes Serbisë, kontraktues janë atje, Martin Berisha është involvuar e tjerë e tjerë. Unë shkoj deri në Merdare, edhe kam i transportu që ato 100 litra uj. Po unë, si kost në këtë rast, me që kam e bu transportin, unë nuk e kom zgjedh për kujt me i ble që ato 100 litra uj. Më thonë, Kesko ose Keci, këtu më kanë thonë, ti meri pe Vukamovicit. Po kosti nuk e blen, me kosti e blen energjinë veç për balancim të nevojave të veta, nëse po, për që to përdo me dalë, dhe më thonë, nëse po ty energjinë që ka pru Vukamovici, nuk e ka ble kosti. Okej. Apo kupton? Tash Vukamovici ta ka bajt energjinë, te ki ble prej një produsit tjetër edhe A kena pas na mundësi me bajt për dikuj tjetër, jo për Vukamovici. Ndëgjëm, problemi që ka ndodhur këtu, që linjën e interkoneksionit, Kosovë-Shqipni, për shembull, ty ta ka monopolizuar ky Vukamovici dhe atë linjë e lajnë veç për interkoneksion për shkëmbim, nuk e kanë përdorur për diçka tjetër. Tregtarët e energjisë nuk janë të operuar në bursën e Alpexit. Na kryesisht kena operuar në bursën Hupex të Hungarisë që është menaxhu. E kem kriju bursën e përbashkët Kosovë-Shqipni, po tregtarët s'po marrin pjesë. E tash, kjo për neve ka qenë diçka për shkak se ndodhi edhe Martini, pra Geni, ndodhi Geni. Apo, këta kanë shfrytzuar një linjë që s'është, si më thonë, evidentume, apo nuk hyn në regjistrat. Jo, këta pëmojnë të blokun që me monopolizu tregun tjetër ka. Apo kupton? Po thonë, kjo linjë është veç me shkëmbim të energjisë me Shqipninë, po ty mandej po ta kap transportin, po ta monopolizon Vukun këtë rast që e përmenëm dhe më herët. Po kur po thu Serbia, në fal, Martin Berisha tu ka pagu prej gen Serbisë. Vukamovici ta ka bajt energjinë me 800 herë ma shtrejt se sa kosto e blerjes, apo? Pro, na kena pas mjaftu shumë fakte për mi bo këto ndërlidhje të cilat edhe i kem bo, edhe i kem shpërfaq si skandale, për shkak se ti varësinë tonë energjetike po e lën në dorë të tregtarëve serb. Dhe kjo po vjen si pasojë e mos investimeve të kapaciteteve të reja energjetike. Pra, për 5 vjet ti nuk e bane asnjë investim, zero. Kosova ka bërë zero investime në gjenerim të ri të kapaciteteve të reja. Dhe normalisht ty çmimi gjithmonë sot shtrejtohet atje, ty kom të shtrejtu se ti varesh prej tyne. Vim na edhe njëherë të kjo se tash janë edhe do kompani të reja që kanë dalë si përfaqës, si Kpurat po dalin këto shumë shpejt, po para se më rrit te Kesko që e bën faturimin, tash Keci është po ashtu ndërmarrje e privatizuar edhe Kesko, gjithashtu Keci bën distribuimin. Do të thonë a ekziston një vend në botë që e privatizon rrjetin, i privatizon shtyllat elektrike, rrjetin edhe gjithçka dhe lën në dorë të dikujt. Apo dënio që edhe Keci edhe Kesko e kanë një pronar. Po e dim ato për 2013 se tu. Pro, një pronar është aty. Domethënë për privatizim kushtet kanë me qenë dy të ndryshme, këta e kanë krijuar dy kompani me një pronar. Po, e ka privatizuar një pronar dhe ka thonë diçka, tash që unë pjaja njënin menaxhem dikujt, njënin dikujt dhe po prap Koka është një pronar, një pronësi. Një zot e kanë, edhe Keci edhe Kesko. Pse se këtash për rolin e shtetit që e ka në këtë avari madhore që ndodhë është që ti mundesh me u justifiku me thonë që Dibrani edhe Visari e kanë tregtu rrymën, na s'kemë rol aty, ka zëreja mundet mi monitoru që ato Zoreja ka dhe obligim me mbrojt mu si qytetar, si konsumator. Po, që ata unë po them që roli i shtetit është që nuk guxojnë që to avarime ndodh para syve tu, se ti po je i vetëdijshëm. Roli i shtetit, kur qytetari s'mundet me mbrojt veten, do të marrë në funksion shteti me mbrojt qytetarin, apo? Na prej Kecit e Keskos nuk kena mujt me mbrojt veten, na kanë vjedh. A e tha më herët, a i bënëm të farë
kalkulime. Se s'ka reagime. Ka një cent. Disa nuk ka reagime veç pak. Prej asni qeverie, që kjo është e përbashkëta. A tham 2.5 milion euro po viti nëse po logarisim një cent. Here 14 vjetë. 28. 2 miliona, ke? Po, në zene 28 miliona. Për 25-6 shit keci, apo? Këtu s'pedi kërkush që ka ndodhë. Tonë këto vite. Kjo është absurdi, Visar, që nuk ko... Po, në kazova dhe unë të prita ty me reagu me organizu protesta burë, po së nëgjesha. Edhe ju që jeni mrana institucionëve, se që jeni konë mrana institucionëve. Se reagimi, ose ma mirë me thonë, mos reagimi ndaj abuzimeve që i bën keci me qytetarët, nga ona e qeverive është unison. Asë një qeveri nuk ka pas guximin, si me thonë me sfidu, këtë ndërmarrje si kjo operon mrena sistemit tonë. Ndëgjam. Si me thonë, e kanë thonë jo se shkojmë në arbitrazh, po edhe nuk di sa mujna mi hupë në arbitrazh. Ati hupim në arbitrazh edhe te mojmë për veti. Jo, nëse ti po m'vjedh edhe po pretendon me fitu në arbitrazha, qka është, a ka diçka që na nuk dim si qytetarë, se të spekulimi ma i madhë, dhëndri Erdoganit nuk e di ashtë spekulim, bile. Na nuk guxojmë se dëmtuar mande edhe relacionet tona me Turqinë. Ku merret Erdogani me një kontratë në Kosovë, po atë na dina dhe ka pak më bastardu. Dëgjom, unë jam dal. Çto gjetje Dibran, unë i kam pas prej tetorit vitit kaluar. Kam mujt let mi përdor në fushatë dhe me kriju si farë koncepte të fushatës, edhe nështë tam kishin një muaj isha zgjedh deputet. Pra me pasjen kështu përfitim puro personal. Unë kësoj ka uze i kom hi për mi dalë në kry, për mos më nalë. Edhe nëse jem nesër deputet, unë qëtë problem kom e ngrit edhe në Kuvendin e Republikës Kosovës. Nëse jem qeveri, edhe në qeverinë e Republikës Kosovës. Por nuk është ky sen që nalët. Nuk ti, unë kur po vini ma në qeveri, diçka po ndodh atje. Se dhe Albin Kurti të kena me nacionalizu, po nuk e ka përmen që 5 vjetë nacionalizimi. Valoj, na me Albinin nuk e di që aty qatë kontratë që s'po del në publik për privatizimin e kecit, mos ka aty në farë nini a kriteri që... Po që unë po të premdoj që qatë kontratë ka me ta bo publik edhe ndash thiri aty me arë vi për vi me shiku bashk, po nuk mujna na me pas kontrata në dëm të qytetarëve edhe me pretendu që gjithçka është në rregull, apo kupton. Nuk mujna. Unë kam pas edhe mesazhe prej kecit gjatë kësaj periudhe. Çfarë natyre? Jo nuk doni me na sulmu neve, jo ku ta dijone kështu, kam pas edhe prej indikacione që ka kështu prej organeve të sigurisë të Kosovës që ka një interesim të jashtëzakonshëm për mua. Prej kecit e zyrtarëve tjerë që apo ta dijon ato në çështje që janë analizon të tërkush, por nuk nalna. Sot, nesër, mas një vite, mas 10 vite, unë që çështje kam me çudin në fund. Kur të kompenzohen qytetarët e Republikës Kosovës për këtë hajni, unë çatëherë nina i përmbushëm. Presim Visar si radhë herë na e kemi dalë me konsumu, si me thonë, temë, në një temë, edhe gati me i dalë din s'kajt, edhe unë më kanë të ndu, si me thonë, këto temat e politikës ditore dhe me janë, ne se di për ty, po ja dhash një premtim vetit, thash atë sfidoj njerë me vetën, mos të merna të paktën një emision me çështjen e presidentit, e këtyre politikave ditore që na mjegullojnë këtë hapësirën politike të na. Për fund, është asemi minutat e fundit. Pse është shëndru në një parajs për abuzus, të më thonë, këtë sistemi energetik në Kosovë. Edhe qytetarë doket që e kanë të paqartë që kanë ndodhur, që ke puna si na që mundu me trajtu kush e bëlen, kush e shet, kush e tregton, kush e nominon e tjera, shumë koncepte, nocione që doken pak si të huja. Së fundmi, debati parlamentar për energjinë e për collam. A din që ishë interesant, opozita ishte u akuzu një deputet të vetëvendosës për lidhje me mafinë energjetike. A i dollë tha unë s'kom lidhje me mafinë energjetike, as me këtë ETMT-n, që ishë një kompani, se njëherë ke NOA që përfitej ke shumë enorme, tani ndollë ETMT-ja, këtu veç po ndrohen aktert, po fitimi po metet nalt, prapë, për qëta që
e kanë gjetë parajsën e përfitimeve në këtë sistem energjetik. Edhe ai deputeti tha jo që unë nuk kam lidhje me mafinë energjetike, deputeti vetëvendosës, Ejup Ahmeti nëse s'ka bëj, tha po këtu për ma tepër, tha nëse dëni me ditë këtë zyrtarët e LDK-s janë të përfshim me këtë kompani, kanë lidhje të afërta me këtë kompani, dhe ishte interesante me pa qysh pozita dhe opozita, veç ishin të këshu ku mi gjetë lidhet me këta tregtarët e energjisë, se abuzimi nuk e mohoj ka asnjë napalë. Do të thonë përfitimet enorme nuk ishte i mohu asnjë napalë. Devran, mas pari, sektori energjetik ka qenë skandali përsëritur i kësaj qeverie. Prej Nagipit, e Martinit, e Vukamovicit, njësor të elektrik tash, edhe këta përfitues tjerë që i përmendën së fundmi. Po atë pëtim pse? Atë kallëzova më herët që ti nuk e di atu ka llogarit 1 cent më shumë ama pak gjatë ditës. E përfitimet mujore ishin qindra mijë euro. Po unë kom pa një kontratë që deputeti vetëvendosës e kish me pronarin e ETFT-s. Ajo kontratë... Apo ETFT, ETMT, ETMT nështë, s'po di qysh... Po ke ai Gjonaj dikush nëse s'ka bëj. Marin Gjonaj. Po, Gjonaj, që kish blej aksione prej deputetit vetëvendosës. Nëse ka ai dhana tjera, do të me dalë për me i thonë. Qysh i qitën këto, i nxjerrën këto kontratat notariale që kenë në shitblerit aksioneve. Po, hullumtova pak, do më thonë, nisa, dite për colla këtë debatin, se më interesë keme ditë për energetikën. Tash, aksionet ta që janë në një kompani tjetër. Del kallëzohe ku është lidhja e partive tjera politike, sepse na për një lidhje pedim, ato të vetëvendosjes. E për tjerat, nëse kanë ata, është mirë me dalë me kallëzu, po jo veç me bo shpifje prej ulsës e kuvendit. Si Visar, unë shumë po shpresoj që kjo çështje ka me u zgjidh në dobit qytetarëve, e përmena edhe në fillim, më thonë, ish dasht me pas një lloj mobilizimi që nuk e di ku kena ngecë, ndoshta edhe vetë ma përmene 2-3 herë punën e protestave, ndoshta pse qytetarët nuk janë të mobilizuar, është se edhe nuk janë të ditë fort mirë çka të ndodh. Domethënë i shohin të kompani që gjenerojnë miliona, e shohin që fatura e tyre shtretohet po njihen si të pafuqishëm. Ndoshta e shohin që edhe një qeveri e 51% ka ardhur me premtime të mëdha për me, më thonë, ndoshta edhe me nacionalizue, me të paktën mos me shtretu rrymën, po shpresojmë edhe jemi këtu për me mbrojtë të kauza. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit për mundësinë. Shikus të dashur deri në shtegun tjetër, mirëmbëjtje.